Duket se emrat e shqiptarëve të zbuluar nga skandali i njohur si Panama Papers nuk do kufizohet me Ismail Mulleti, një prej aksionerëve të kompanisë së markimit të karburanteve GFI. Mbrëmjen e së hënës janë zbuluar edhe emra të tjerë pak ose as pak të njohur, personazhesh e kompanish për të cilët publiku i gjerë nuk ishte njohur se ekzistonin. Një prej adresave të publikuara nga Panama Papers të çon në katin e dytë të qendrës së biznesit Eurocall, ku gjenden zyrat të shoqërisë Zaka Costa & Tashko, e specializuar në ligjin tregtar, privatizimet, koncesionet e prokurimet. Ortak të shoqërisë janë Tefta Zaka, Flonja Boriçi, Florian Pustina, Evangel Costa. Ky i fundit është edhe antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. 3 shqiptarë të tjerë janë zbuluar nga shoqata botërore e gazetarisë investigative, dhe ata janë Petraj Shumka, Endrit Maloku dhe Andis Harasani. Sa i përket ish-deputetit të Partisë Socialiste, gazetarët e ICI-s nuk bëjnë gjë tjetër veç se risjellin faktin e publikuar edhe më parë, se Harasani nëpërmjet kompanisë White Ebony ka kryer transaksione që lidhen edhe me qytetin Bonn në Gjermani. Emri i dytë, Endrit Maloku, sërish nuk thot asgjë për publikun shqiptar dhe nëpërmjet tij nuk mund të arrish të paktën tani për tani në emra më të njohur të politikës apo biznesit në vendin tonë. Emri i tretë është ai Petraj Shumkës, që rezulton një person me arsim ekonomiko-financiar me banim në qytetin e Korçës, rruga Recep Talaj, që ka kandiduar në listat e aleatëve të majt për Këshillin Bashkiak të Bashkisë së Pustecit, ku banojnë minoritarët Maqedonas në Shqipëri.